Ish shoferi i deputetit të zgjedhur Arjan Doja ka kallëzuar në policinë e Tiranës së shëlluar me armë në drejtim të lokalit të tij. Bëhet fjalë për lokalin e Monti i Vogës në fshatin Kras. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit, ndërsa blut njoftojnë se si pasojë të shtënave ka patur vetëm dëme materiale, ndërsa po punohet për identifikimin e autorëve. Sipas burimeve, është shëlluar edhe mbi hotelin që ndodhet mbi lokal, por fatmirësisht nuk ka patur pushues në momentin e sulmit. I pranishëm ka qenë vetëm pronari me familjen e tij, ku jetojnë dhe punojnë prej vitesh. Autorët e armatosur dyshohet të keqen 2 dhe mësohet se kanë qelluar me kallash nga kodra përballë lokalit dhe hotelit. Grupi timor ka gjetur në vendin e ngjarjes 15 gëzhoja. Një ndër pistat kryesore që po shqyrtohet lidhet me një konflikt për çështje pronësie. Autorët dyshohet se kanë dalë nga zona e pyllëzuar dhe kanë qelluar në drejtim të lokalit, ndërsa mbanin kapuç në kokë për të fshehur identitetin. Pas atentatit, ata janë larguar në këmbë në drejtim të pyllit, por nuk përjashtohet mundësia që më pas të jenë ndihmuar nga persona të tjerë për të larguar me automjet. 49 vjeçari Voga ka shërbyer si shofer i ish prokurorit Arjan Doja, i cili në vitin 2019 ju bë atentat, ndërsa u shkarkua nga sistemi i drejtësisë për shkak të lidhjeve të tij të shumëfishta me krimin, por edhe për pasuri të pajustifikueshme. Doja kandidoi në siglën e Partisë Demokratike në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku dhe u zgjodh deputet. Edhe në vitin 2017, Vogës ju vendos eksploziv në lokal. Ai është një person me precedent të mëparshëm kriminal, ku ka qenë një nga personat që ka dhunuar avokatin Ilja Ilia në vitin 2018. Po ashtu, Voga është arrestuar në janar të vitit 2020 nga policia e Tiranës për armbajtje pa leje, pasi po udhëtonte me një mjet të blinduar dhe me fenelina, ndërsa në çantë mbante një armë zjarri pa leje e tipit TT. Deri në shtator të vitit 2019 ka qenë inspektor mjedisi në Durrës, ndërsa para 2018-s drejtori Aluizni në Fushkruj. Para disa vitesh, vëllai i tij që punon efektiv policia në Tiranë ja dogjën makinën dhe i lanë 2 granata.